10 minuta punë për të mbaruar punë pas një epoke ku në letra minimumi ishte 3 orë, po në realitet shkonte edhe 3 ditë. Dhe nga ana tjetër, një mënyrë për të shpërblyer mundin, djersët, sakrificat dhe njëkohësisht raportin korrekt me ligjin të gjithë atyre sipërmarrjeve shqiptare që janë torturuar nëpër dogana dhe janë torturuar përballë gjithë farë lloji hajdutësh dhe sekserësh. Kjo është një epokë e mbyllur, ndërkohë që epoka e re që kemi hapur do të vazhdojë të sjellë risi në funksion të lehtësimit total të tregtisë në këtë vend, për eksportuesit dhe për importuesit. Për të gjithë ata që nuk kanë kohë për të humbur në dogan, pasi kohën e kanë të çmuar dhe me kohën e tyre krijojnë vende pune dhe krijojnë mirëqenie për të gjithë tjerët.